Jam dakord. Ai angazhon të gjitha celulat e veta, që janë analistët e bler me lekët e vjedhura të këtij vendi. Media të blera me lekët e vjedhura të këtij vendi. Biznesmen të mëdhenj që funksionojnë me lejet korruptive. Emra konkret. Më lër të mbaroj. Emra konkret. Shtresa të ndryshme të shoqërisë, që mbahen me parat e buxhetit të vjedhur të këtij shteti. I aktivizon si celula për të mbrojtur pushtetin e tij në momentin që ti e vë kishin në plak dhe i thua zotri jep dorëheqjen, duhet të ikësh se je i korruptuar. Nuk e jep dorëheqjen. Të lutem. Nuk e jep dorëheqjen. Dhe kjo që ne po bëjmë këtu, unë me gjithë këta që kanë marrë përsipër të bashkohen rrugës, është një angazhim për t'i dalë përballë një njeriu që këdo i ka dalë përballë deri tani në pjesën më të madhe e ka korruptuar, e ka bler ose e ka shtypur. Dhe kjo, të lutem, dhe frika është elementi që e ndan. Pra jetojmë në një republikë që pretendon të jetë demokratike dhe të integrohet në Bashkimin Evropian dhe koncept bazë ka frikën. E di çfarë ndodh kur takon qytetarët dhe këtë ti s'ma mohon dot. Kur takon dikë i thua si je, mirë thot, se na ka ngel shpreha jam mirë, ë? Kur e pyet pak më shumë fjala e dytë që të thot, po ti kërkosh një angazhim, thot, po jo, se kam frikë se kam biznesin. Ja. Jo, se kam frikë se kam nusën në punë. Jo, se kam frikë se kam mirë në punë. Për komunizëm, realitetin ta çasun. Për komunizëm, ta pranoi frikën sepse ishte terror. Por edhe në komunizëm, me që folën për elitat, kush ka dashur me njanohet, është me njanuar se komunizmi nuk ka ardhur me vu revolën ballë me thon, o do flasës është bodësh kush. Po t'jap një shembull, një intelektualit madh. Lazush Poradeci. E tha openën 47-ën, jo si shkrimtarët e tjerë që thurën himne e poezi për partinë e për shokun e në verë. Pra, njeriu i ndërgjegjës... Një minutë të mbaroj. Kur ka vdek Lazgushi, thuhet vërtetën deri në fund. Kur ka vdek Lazgushi, kur ka ndruar jek Lazgush Poradeci, qyteti e ka marrë vesh nga televizori, sepse nuk i rrinin afër Lazgushit. Sepse të gjithu distancuan për faktin që ai ishte një qendrestar për një regjim. Nuk e rrinin afër, jo qendrestari. Ka gjetur Lazgushit, ty cironga të thara në xhep, se ky sistem e kishte lënë atë, ai sistem e kishte lënë atë. Tashi unë kam jetuar Lazgushin ti se ke jetuar. Po tani unë lexoj se jam njëri që... Po lexon, pra po unë kam jetuar, ne kemi shkuar në shtëpi Lazgushit, kemi xhiruar në shtëpi Lazgushit. Po gënjeva ndonjë gjë nga ato që thash. Tashi mblet. A gënjeva? A thash vërtet? Nuk i them njeriu që gënjen. Ti ke mendimet tuaja, opinionin tat, i respektoj.